Janë dy emra të krijuesit që janë prej emrave që më së shpeshti përmenden në librin e Zotit. Është emri Allah dhe emri Rahman. Sa që në disa vende i lartëmadhëshmi i bashkon këta dy emra. Kul idu'ullaha aw idu'ur Rahman është njëri prej vende. Thuaj, thirrni Allahun apo thirrni Rahmanin. Cilin do që e thirrni, ati takojnë emrat më të bukur. Pra këto dy emra i ka veçu prej emra e tjerë. Kur ta shikojsh pse janë këta emra aq të veçantë, këtë e kupton pasi që t'ja u dish kuptimin. Emri i parë, Allah, sipas mendimit më të saktë gjuhëtare, e ka rrojen prej ilah. Don el ilah. E kjo ija është largu, u bë Allah, pastaj është dyfishu për me madhështu, është bërë Allah. Pra el ilah, ilah do të thotë i adhuruar, ati që nënshtrohen krijesat. Ky është kuptimi i emrit Allah. Çdo gjë ati i nënshtrohet në univers, gjithçka. Prandaj edhe ne i themi vetes musliman kuptimin që ju kemi nënshtruar krijuesit, ashtu siç nënshtrohet çdo krijesë. Kurse kuptimi i emrit Rahman është i gjithëmshirshëm. E kur ta shikojsh këtu sillet qëllimi i krijimit. Se qëllimi i krijimit është që ne ta adhurojmë krijuesin, e ky është kuptimi i emrit Allah. Pastaj nëse adhurojmë krijuesin, ai na mëshiron ne me mëshirën e tij të veçantë. Se kjo mëshira universale Zoti nuk e përjashton askënd. I mëshiron të mirë dhe të këqij. Njerëzit dhe kafshët, gjithë i mëshiron me mëshirën e tij të përgjithshme. Mundson që mi arrit dobit e mi largu domet. Mirë po kur është e dobia shpirtërore, tek arritja e kopshtë e tij, villa e tij, këtë arrin vetëm ata të cilët e adhurojnë Allahun e Madhërisht.